Gjumë, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vjen në 25 pyetjet e Priveve Libertas Pahiu, me në ambient ku kogja shumë po kalon kohë këtu në Medan, kohëve të fundit. E vërtet. Kena vol edhe për këtë pjesën e Medanit, po normalisht që mas pari kem tek politika, tek pjesa ku ju riktheve prapë, domethënë trani vit 2 herë. Prapë ngarë për deputet. Se vendosë lumë me kandidu për herë dytë. Shiko, hera parë ka qenë paka shumë një rrugë e pa njohur. Unë mendoj që tash kam shumë eksperiencë edhe për që ato ku vendos me garu, me kontribu për partijen e duhur që i duhet këtij vendit. Kauza kryesore që kemi njek nëse zgjedhësh deputet? Kauza kryesore ka me qenë rinia dhe diaspora, veçanërisht diaspora në vendimarrje më shumë këtu. Jo vetëm si vot, por tamam si forcë reale të zhvillimit të vendit. Nëse nuk zgjedhësh, a ke me garu prapë? Unë mendoj që politika është maraton, nuk është sprint, kështu që gjithë. Politika po, është të vërtet që është maraton sprint, po duhet me konë një raport reciprok. Edhe me dashur edhe me dashur. Ashtu është. 5 persona listën e LDK-s që kemi i votu të vetë. Nuk po të thojna 10, se mandej 5 tjerë më nëshme thonë po i një kom 5-2. Tash 5 tjerët ka më ju dhënu, ama dush me kuptu këtë sen. E vërtet. Lumiri Nishi, numër 2 është për mua Uk Rugova, natyrisht. Është Shqipe Pantina, Lutfi Aziri, Kneti Bajrami, Alban Zoge, Arjeta Saliu Abazi, ka dhe shumë tjerë që kanë shumë potencial. Mshel veç, ja. Gabimi më i madh i qeverisë Kurti sipas teje, qeverisë në detyrë tashmë. Shumë pyetje mirë. Mendoj që dialogu me qytetarë nuk më pëlqen, edhe e ka një farë lloj tendence për arrogancë në aspektin e kritika. Po, besoj një punë të mirë e ka bën. Çfarë mundesh me thonë një punë të mirë qeverisë Kurti? Punën më të mirë e kanë kryer kur janë në opozitë. Kam bë punë të mirë edhe kësa herë. Gjeja më shpesh se njerëzit po ta thonë fushat, se je kogja aktiv dhe je kogja në lëvizje. Interesant, shpesh po më thojnë kam të votu vetë 20. Përvoja të thotë që duhet mi pjestu ka pak këto pritshmëritë. Kur thotë dikush 20 vota, duhet me ditë që një 2 a 3 mund mi prit pjati personit, por si do qoftë për çdo votë është për mua e vlefshme si një. Vërtet. Cili është mendimi i parë me cilin zgjohesh në mëngjes tash në këtë vlugun e fushatës? Vetëm e kapi fletorin edhe i këshyri çfarë plane kam për sot, se e di që është një dita po shkon shumë shpejt, është fushat, është një ditë shumë, ditët janë shumë dinamike, kështu që ka sa takime po i kinditje? Hajde, 15-16, mbarët është një sa mundet me të rajtë fa takime vllaki. Hajde ka zonë sot, sa takime? Sot i kom pas një 6 takime në qytetin e Vitinës, sepse jam edhe prej degës Vitinës edhe prej Prishtinës. Prandaj erdha këto në Prishtinë dhe i pata takime tjera. Vazhdo. Ishe gëndë, a e mirë, rahat. Na faqë ta preshëm. Okej, bitë shaman reqë kjo. Qysh kishe me përshkru vetën me 3 fjalë lumë në këtë fazë tjetës ku gjendesh aktualisht? Thjesht, i motor, i pjekur dhe i drejt për drejt. Bukur shumë. Pse duhet me prej biletën e me ardhë me votu për ty dhe për LDK-n me 28 dhjetor? Pyetja është për diasporën se e përmene që ki edhe ka uzë. Mrena LDK-s ka shumë opsione jashtë meje, por jashtë LDK-s nuk ka shumë opsione tjera. Okej. Do me thonë ka plot arsye pse do marrë me votu për LDK-n sipas teje. A i fshin komentet negative? Se kjo puna politikës ka pru shumë komente. Jo vetëm ato komentet fyese, sepse du të me kuptu që unë prapë se prapë kam familja dhe nuk kam qef ata mu brengosë se mu një keq kur lexojnë komente fyse që ndodhin shpesh. Kujt i kërkon falje sot që po ja vjedh kohën fushat? Natyrisht familjarëve të mi dhe shokëve, dashamirëve që më ndihmojnë në tona antë. Babi, sa po është i përkushtuar në fushatën tënde? 100%. Babi është shtylla ime kryesore në jetë. Bashkë me nonën, ama babi është më shumë eksperiencë politike, kështu që kam besim shumë tonë. Ma shumë po i thonë zërë në Big Brother sa e kona në fushat tash, për ty. Janë dy pjesë tjetës të ndryshme, kështu që s'mund më krahasu politika me diçka shumë më serioze, është prioriteti jam, kështu që angazhimi është 100%. Një faleminderit të madh që ka harru ja thon dikujt deri sot. Kujt ja thu sot? Nonës teme, pa asnjë dyshim, nonës edhe vetës, faleminderit që kur s'jam nolë të punu, që gjithmonë ku beson mua. Qa ka në gjepat e lumi gjatë një dite tereni, përveç telefonit? Punë së në kalzej. Pat më do këtë mikrofon, se jetë e përdor shumë mikrofoni me sa e pash. Një mikrofon me pata, sepse jam të i gjiru disa video organike, kështu, por mirë. Hera e fundit kur ke qenë down emocionalisht? Para 7 ditëve.
77 ditëve. Okej, keni mënyrë shumë e mirë me e cek numrin tënë në priven për numrin e fushatës, 77, po për çka lidhet e koha, veç ja futë kot. Para 2 muaj gjys. Ja futa kod ishta me cek numrin tem, që që thove te e kuptove mesazhin. E kuptova mesazhin. Sa orë gjumë po i bën mesazhisht gjatë tyne ditëve? Në që se kam fat 4 deri në 5 orë për besë. Kogja pak. Një detaj që të mungon prej jetës në Vjenë, Austri, për gjatë kohës, sa tashmë je thuj se full time në Prishtinë. Qetësia është diçka shumë e vlerë dhe këtu është jeta shumë dinamike, shumë e stresume, kështu që po mungon pak a shumë qetësia e Austrisë. Një gjë që njerëzit nuk e dinë për kryetarin tënd dhe të LDK-s, Lumir Abdigjikun. Një gjë që e din, që kam u bën kryeministër mas 28 dhjetorit. Hajde për Hajrikov sigurta. Të shohim. Është ma vështirë me fitu votën e një qytetari apo pëlqimin e publikut edhe se mesin me një reality show? Natyrisht që vota qytetarit, thash edhe më herët politikave diçka më serioze, showbizi është fan, është një pasion për politikën, është dedikim total për shtetin, për qytetarët, kështu që është një nder. A je të kërku vota heq? Po, A ja kështë kërku votën exit? normal që po çdo votë është e vlefshme, unë mendoj që në demokraci nuk ka vend për emocione profesionale. A beson që ta jep exit votën? Shpresoj që po. Vallaj qaj që një une nuk ka shans. Në rregull është -1, ama Lum në hapësirat e Medanit, që është një tjetër angazhim joti i ri i kohëve të fundit, që dorën zemër ka marrë kogja shumë vëmendje, hala pa produktin veç në punë sipër, ka bu bujt madhe dhe për këto garantoj se je kon top line prive. Vetë i dyti, javë të fundit. Po. Qysh ndodhi? Qysh u bo që u bot bashkë me Medanin? ka ndodhur shumë natyrshëm. Ardan Korenica, regjisori që është këtu prezent në Medan, më ka thirrë telefon, më ka thonë që është një projekt shumë kreativ, shumë i mirë, me një mesazh shumë të mirë dhe nuk mujta pa e pranuar ofertën. A dite që kemi pas punë me Alba Vukajn ajo? Kur e more ftesën, a ma ndej rrugës e more vesh. Një herë ku morën e ftesën tani ajo që dione. Kur jemi tek Alba, çka të dëshmoj ky i bashkë me ta, me një njeri që i ke nda një 80 ditë në shtëpinë e Big Brother Baby Kosova, edhe që e ke pas shprehjen fillim një farë afeksioni, një farë pëlqimi për ta. Po, unë mendoj që respekti profesional mbetet edhe kur ndohen në rrugë. Kjo ka qenë një dëshmi. Qysh po kaloni në xhirime backstage? Mizeviri që jeti. Mira keqa. Nuk është keq, normal. Kena raportet mira si shok edhe Për krejt ata që bas se kam pas në i fije shpresi këtu kohë kur ju pa në për skena bashkë, no comment. e përmene dorën zemë, menova që e muna përgjigjen. Jeni vetëm shak. Qështu nga ka met bigut, shok. Edhe qika, që ju ma shumë, ha? Garën politik i ju ktheve për herë dytë. Sa ka gjatë që mi ju kthy edhe bigut njëjtë, me bu një bek për herë dytë? E ceka shpesh sot që politika është për mua prioriteti numër 1 edhe kështu do mbetet. Kur të thyrin në All Stars, mandej, mos tuj po. All Star Big Brother nuk i dihet jetës. Në cilën nga 24 përgjigjet para prake u kallzove ma pak i sinqert. Kjo pyetja me Albën. Okej, e kuptova ç'ta. Mbetet më pa interesant mu bëj ka, pas ka më bëj interesant jo vetëm politik me gjas. Suksese me 28 dhjetor, 77 shilë dëkës. Faleminderit shumë, Merci shumë faleminderit. e madhe për 25 përgjigjet tua, 25 pyetjet tona. Shumë faleminderit.